Reagimet e njëpasnjëshme të kryeministrit Edi Rama për çështjen e Belinda Ballukut në gjykatën kushtetuese, për shoqatën e gjyqtarëve përbëjnë mesazhe presioni ndaj organeve të drejtësisë. Në një reagim publik, shoqata ngre shqetësimin për klimën e mosbesimit që po krijohet ndaj sistemit dhe kërkon nga zyrtarët e lartë të pushtetit që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indinjatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematik, e cila është pjesë e jurisdiksionit të pushtetit gjyqësor. Nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga ai gjyqësor, në të vërtet fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështjen në fjalë. Gjithashtu, mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren mëtej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Por kryeministri Edi Rama mohoi të bëhet fjalë për presion, duke ju kujtuar gjyqtarëve raste të tjera kur kundërshtarët e tij politik i kanë sulmuar. Në këtë rast, sipas Ramës, ai ka shprehur opinion për rrezikun që i shfaqet pushtetit ekzekutiv. Ose nuk e din kuptimin e fjalës presion, sepse nuk i kam parë të ankohen për ca të tjerë që prej vitesh u këndojnë librin e shtëpisë njerëzve të drejtësisë. Ose e din që kur ankohen për mua, nuk u hyn gjemb në këmbë, sepse unë jam ai që kam 10 vjet që nuk luftoj me ta, por luftoj për ta. Madje duke i përtypur në heshtje si çështje të pavarësisë reale të shpallur botërisht me reformën në drejtësi, edhe jo pak lajthitje të dhimbshme të gjyqësorit në dëm të lirive të drejtave të njerëzve të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti. Mirëpo, gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojen e të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në një gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbuloj me votat e afro 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Seanca në gjykatën kushtetuese për çështjen e Belinda Ballukut do të mbahet më 12 dhjetor. Gjykatës kushtetuese ju drejtua qeveria me kërkesë për të interpretuar nëse GKKO mund të pezullojë nga detyra një antar të qeverisë.